Platforma ndërkombëtare Global Firepower ka publikuar renditjen vjetore të fuqisë ushtarake për vitin 2026, duke analizuar kapacitetet ushtarake të 145 shteteve nga gjithë bota. Ndërkaq në këtë renditje Shqipëria është e 77-ta, për dallim nga viti i kaluar ku Shqipëria ishte në vendin e 78, këtë vit Shqipëria është me fuqi më të madhe ushtarake për një vend. Në këtë indeks Maqedonia e Veriut është e 114-ta, Serbia e 63-ta, Kroacia e 73-ta, Slovenia e 91-ta. Ndryshe vendin e parë për fuqinë ushtarake në vitin 2026 e mbajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rasti i Zhangxi, ish zyrtari të lartë të provincës Hainan, mbetet një nga historitë më të bujshme të viteve të fundit, jo vetëm për sasinë marramendëse të pasurisë së zbuluar, por edhe për mënyrën se si Pekini e përdori këtë rast për të treguar dorën e hekurt kundër korrupsionit, gjatë në operacionit të Agjencisë kundër korrupsionit brenda rezidencës së Zhang, u gjetën rreth 13.5 tona ar dhe shuma të mëdha para kesh. Videoja e regjistruar brenda bodrumit të tij, ku shihen në rafte të tëra me shufra ari, u bë virale globalisht, duke u shndërruar në simbolin e korrupsionit të shfrenuar brenda elitës politike kineze. Në vitin 2020, Zhangxi u dënua me burgim të përjetshëm për pranimin e rishfeteve që kapnin vlerën e 15 milion dollarëve, edhe pse pasuria e gjetur dyshohet të ishte shumë më e madhe. Megjithatë, analistët ndërkombëtar e shohin këtë rast me skepticizëm, ndërsa korrupsioni është real. Fushata e presidentit Xi Jinping, e njohur si lufta kundër tigrave dhe mizave, shpesh akuzohet se shënjestron kundërshtarët politik nën maskën e ligjit.